Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogirta Manastirliu mori pjesë në forumin e Ligës së Arsimit të Lartë, ku theksoi vizionin e qeverisë për ta kthyer Shqipërinë në një destinacion akademik konkurrues në rajone më gjerë. Sot ne kemi universitete të cilat kanë hapur deg të tyre në Shqipëri, universitetet huaja prestigjioze. Kemi Kolegjin e Evropës që finalizoi përpara pak ditësh dhe vitin e parë akademik në kampusin e Tiranës, ndërkohë që kemi hapur për herë të parë një universitet i cili është i modelit të ri, Universiteti i Studimeve në Distancë të Spanjës, që ka hapur kampusin e tij në Gjirokastër. Po punojmë fort për të patur një tjetër universitet prestigjioz europian, Universitetin Teknologjik të Kompjenjës, që do të hapi kampusin e tij në Universitetin Politeknik të Tiranës. Në fjalën e saj, Manastirliu ndal edhe te nxitja e kërkimit shkencor dhe inovacionit. Universitetet janë bazat e kërkimit shkencor dhe kanë potenciale, por duhet të shfrytëzojnë akoma më shumë edhe në aspektin e kërkimit shkencor, sepse këto janë ato piketa që vërtet krijojnë atë standardin e lartë që ne duam që të shikojmë për universitetet tona në vend, dhe jam e kënaqur që në këto vite edhe universitetet jo publike kanë arritur që të përthithin fonde nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Janë 50 projekte për gjatë 2023-2025 që janë përthithur nga universitetet jo publike. Vetëm në këtë vit kemi financuar më shumë se 180 projektet kërkimit shkencor të inovacionit, ku një pjesë e tyre janë dedikuar për hapjen e laboratorëve të rinj, duke zhvilluar dhe duke mbështetur kështu infrastrukturën e kërkimit shkencor. Me biznesin gjithashtu është shumë e rëndësishëm bashkëpunimi dhe ngritja në një nivel më të lartë të bashkëpunimit mes universiteteve, mes biznesit, dhe patjetër që është një synim i yni dhe do të ketë edhe më shumë mundësi për mbështetje dhe me bërjen efektiv të një tjetër instrumenti ligjor, që është ligji i shkencës dhe kërkimit shkencor në Shqipëri. Me bërjen efektive të një tjetër instrumenti ligjor, që është ligji i shkencës dhe kërkimit shkencor në Shqipëri, ministria tha se po punojnë për plotësimin e të gjitha akteve nënligjore, që ky ligj të mbështesë jo vetëm universitetet, por në tërësi institucionet dhe njësitë e kërkimit shkencor.